Rajoni Dugaxhinit është tronditur përgjatë ditëve që lan pas disa vdekjeve rrafëse. 3 persona humbën jetën në rrethana të ndryshme e të dëmshme, pikërisht në rajonin e Dugaxhinit. Fillimisht në familjen Maloku në Pej u raportua vdekja 2 vëllezërve, të cilët humbën jetën njëri pas tjetrit. Si fillim vdiq Gazmend Maloku, vdekja e të cilit u tha se ndodhi në mënyrë aksidentale, por që për familjen Maloku dhimbja nuk përfundoi me kaq. Vetëm pak kohë më vonë edhe vëllau i tij, Bashkim Maloku, dërroi jetë pas një gjendje të rënduar shëndetësore. Siç thuhet, bashkimi ka ndëruar jetë gjatë trajtimit në spital, brenda rreth një ore pas të kishte marrë lajmin për humbjen tragjike të vëllaut të tij. Ndërkaq në Deçan mëngjesin e sotëm u raportua për një aksident të rënd trafiku. Bëhet fjalë për vdekjen e drejtorit të bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural në komunën e Deçanit, njëherësh edhe sekretari i përgjithshëm i AOK-s Rifat Stokaj. Stokaj ka humbur jetën në moshë të re si pasojë e një vet aksidenti që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Lloçan. Sipas policisë së Kosovës, aksidenti ka ndodhur rreth orës 1:40, ku drejtuesi i automjetit dyshohet se ka humbur kontrollin mbi veturën dhe ka dalë nga rruga, duke rënë në një kanal anësor. Policia ka bërë të ditur se me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion. Ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar, teksa për vdekjen e tij kanë shkruar shumë figura politike nga Aleanca për Armërinë e Kosovës.